Bravo. Që Profesor, cili ka qenë roli i president Hashim Thoqi në konferencën e ABI-s? Ka qenë shefi delegacionit? Ai ka qenë shefi pa asnjë alternativë, edhe pse kemi pasur pak vështirësi në fillim për ta zgjedhur të parin e delegacionit, po jo shumë, sepse ishte insistimi që të zgjidhej dikush tjetër shef delegacioni, por megjithatë u kuptuam relativisht mirë që shef delegacioni mund të jetë vetëm kryeshefi i drejtorisë politike të ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës na solli këtu ku jemi sot. Andaj edhe të tjerët që ishin pak hamendësuar për këtë gjë, u bindën se nuk ka alternativë tjetër dhe ai ka qenë shefi i delegacionit të konferencës. Sigurisht. Në një moment interesant nga lufta deri në konferencën e ABI-s me presidentin Thoqi, ki shumë sigurisht ban shumë kujtime, po janë shumë, padyshim janë shumë sepse po ka nga më të ndryshme, ndoshta mund të ta themi diçka që ishte e çuditshme dhe bukur e rënd për presidentin Mejdani, kur ne i kemi, po them kushtimisht i kemi ikur nga shtëpia kur e kishim vendosur në Tiranë, pas pjesës dytë konferencës së Rambujës, dhe ai na tha mes tjera që ju lutem mos më dilni në Tiranë sepse këtu mund të jetë udhba dhe nëse ndodh diçka me ju, çfarë të bëj unë? Dhe ne kemi respektuar atë, nuk kemi dalë të shëtisim, por natën 2 net kemi nejtë në shtëpi të Enver Hoxhës, dhe natën e tretë na ka thënë Hashimi, ju t'jeni gati sepse diku ka mesnata do shkojmë në vilat e Dajtit. Dhe aty përsëris na ka lënë të bëjmë gjumin, ka thënë ju rreth orës 2 duhet jeni gati sepse udhtojmë. Dhe përsëri kështu me makina na kanë prutur tek fshati Rajc, kufi me Maqedoninë, dhe aty në një familje që s'ja mbaj mend emrin ose mbi emrin, kemi ngrënë darkë dhe jemi nisë për Maqedoni, por në një moment që ka qenë për mua i rëndë dhe shumë goditës, ne kishim marrë, jo ka një automatik, por ka 2-3 që të sillim Kosovë sepse e dinim që lufta do vazhdojë për një kohë. Dhe ishte borë e madhe. Hashimi para me, unë pas tij dhe të tjerë përpara, po unë më i rëndë se Hashimi me siguri dhe shkoja më shpejt borës. Edhe automatikëm si e kam pas, e kam godit kokë. Mrapa. Edhe thash e lash në mend, domethënë, ai i kam Hashim godita thotë, "Hajde si mirë, të shkojmë domun." Edhe kur kemi shku në fshatin Velesht, kur kemi zbrit poshtë, kampët kishin mos, s'na hiqin dot këpucët, domethënë. Me mëzën e kanë hek këpucët se ishin naj kampët. Po e shoh aty ju kanë bërë gati 2 koka, se edhe një ju kishte ai këtu, pa. Mund pas ta morën çfarë, ja, po shërohet kjo, vërtet u shëru shpejt. Shumë momente. Edhe një rast interesant e kur ju kanë bën rrethimin parlamentarëve. Ai ka qenë këtu domethënë, diku ka qenë afër fshatit Buroj, domethënë afër di dhe afër fshatit ti është fjala. Me 6 kemi qenë unë, Jakupi, Bishtim Zyrapi, për këtyre pak më shefa kishte që kanë qenë të shtabit dhe një 7-8 ushtarë jo më shumë, dhe ishin moment shumë i rëndë sepse ishim gjithë anët të rretekuar. Ai po thot burra, tha ne shkuam. Pra dhe neve. Tha po ju them diçka, tha që një këngë të mirë kamën e knu, tha i Bishbroja, që ç'keme ato ata ne s'kemë ndëgju, po ai kamën e knu këngën. Ai ishte i gatshëm. Bishbroja. Sigurisht i shoqë. Ai ishte i gatshëm në çato momente kur ne dinim që mbas pak minutash po e lëm këtë botë që ai të bëj shaka, domethënë ka qenë dhe është, domethënë një burr trim që për fat të keq tonin, jo tina, nuk po arrim ta peshojmë vlerën e tij dhe ta vlerësojmë. Sigurisht. Kjo është e keqe. Po me siguri historia do ta vlerësoj. Jo, për historinë nuk e dyshoj fare, sepse në fakt nëse dikush ka bërë epokë, përveç epokës Skënderbeut, është epoka e ushtrisë shqiptare të Kosovës, që po e them pak me kujdes sepse kam qenë pjesë e saj dhe nuk muj me thon bashkë me forcë, sepse e kam atë handicapin tim, por kush bëri epokë më të madhe dhe kush sensibilizoi botën më shumë se sa lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kush e lëvizi këtë botë? Sigurisht. Janë gjëra të mëdha që tash ai ngjyrosim politikisht apo si ngjyrosim. Kjo është varfënia jona mendore, si thuhet, sepse në fakt ata kush nuk mund të lëviz nga pozicioni i të qenit udhëhec të kësaj lufte. Edhe Hashimi, edhe Jakupi, edhe Kadriu, edhe Rexha, sepse s'ke si ndan. Ngjyrimet politike të mëpastajme janë ngjyrime të interesit veçantë pushtetor që për mua janë pak me rëndësi. Pak me rëndësi, kështu që ata do të janë dhe mbeten burra të mëdhej siç e kanë bërë punën. Nuk e dyshoj këtë gjë. Përmend pak më herët që ju kanë vendosur me një shtëpi atje Recep Mejdani. Te shtëpia e Enver Hoxhës, a? Por ne nuk e dinim mirë, na vendosën një shtëpi që ishte bukur luksoze, shumë e mirë etj. Dhe na thanë është shtëpia e ish kryetarit të Shqipërisë, domethënë
Enver Hoxhës dhe pastaj bënim shakane sepse Hashimi ishte në dhomën e Bashkënverit, mu më ra në shtëpinë atë në dhomën e Nexhmisë, këto dhomën tjera dhe bënim shaka. Nuk e dim ne është ashtu ne, më shumë bënim shaka dhe aty pastaj kemi bërë edhe marrëveshjen që ka qenë shumë e rëndësishme për hapjen e depove, që na u dashin për të hapur atëherë, se ishte fundi i luftës dhe ishte domosdoshmëria. Dhe u bë ajo, me gjithë hezitimet e kryeministit ka pak, po me gjithë atë u realizua dhe kjo gjë, dhe pastaj lufta përfundoi ashtu si përfundoi. Sonte për me bisedu rreth